Ky sektor, i cili është pjesë e fabrikës Intertex Kosova në Gjakov, që 2 vite prodhon uniforma të punës për kompaninë Havep, e cila gjendet në Holland. Për momentin, ky sektor i konfeksionimit të uniformave të punës ka 70 punëtor. Sipas drejtorit menaxhues në këtë fabrik, veçantia e prodhimit këtu është kualiteti dhe efikasiteti i lartë, gjë që ka shtuar besimin te kompania Havep. Është një firmë shumë e madhe dhe e njohur në një gjithë botën për prodhimtarinë e uniformave të punëtorëve. Edhe kanë një përvojë për 150 vjetëve, kanë traditë mjaft madhe në këtë lëmi. Na kanë dhënë besimin e tyre në mi prodhu momentalisht pantallona, të cilat janë ne e kemi marrë si mjaft sfiduese këtë punë, sepse janë prodhim i cili është shumë i kompleks. Kemi filluar me prodhu dikur rreth 200 pantallona në ditë, po mundohemi rrit efikasitetin ende, por njëherë për njëherë çdo gjë është në rregull. Në këtë repar ku për momentin qepen vetëm pantallona të punës, spjegojnë procesin e prodhimit deri tek produkti final. Ne kemi 4 vija të prodhimit në pjesën e parë atje, ku punohet pjesa mrapa, pjesa përpara edhe xhepat. Startohej me xhepat e onësh dhe në këtë pjesën e fundit e kemi vetëm bashkimin dhe në fund, rendi i fundit është bashkë me kollonin. John Haycock është specialist në prodhimin e tekstilit. Ai gjatë një vizite që po i bën këtij sektori, vlerësoi lart kualitetin e prodhimit këtu. These are very complicated styles that they're producing. Ajo që po prodhohet në këtë sektor është mjaft komplekse, por kualiteti i punës është i shkëlqyeshëm. Për klientët kualiteti është primar, prandaj kjo është çelësi i suksesit të punës këtu. Po besoj që ky sektor dhe kjo fabrikë do të ketë suksese të radhës, pasi që nëse klientët janë të kënaqur me ato që ofrohet, atëherë as suksesi nuk do të mungojë. Drejtori menaxhues shpreh se së shpejti po mendojnë të rrisin numrin e punëtorëve deri në 100 të tillë.